Feja është tepër e lehtë. Nëse nuk di diçka, pyet. Nuk është kusht që të mundosh veten për te mundësive. Nuk di diçka, pyet. Ke një rrethant të vështirë, pyet. Njëherë, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në haxh. E pa njërin prej shokëve të tij që po mundohej. Pra kishte diçka në kokën e tij dhe po mundohej. Profeti alayhi salam i tha që të shethej dhe të bënte kurban. Ky sahabi tha: "O i dërguar i Zotit, nuk kam." Profeti alayhi salam e orientoi që të ushqente 6 të varfër. Tha: "O i dërguar i Zotit, nuk kam." Profeti alayhi salam i tha: "Ta agjeronte 3 ditë." Allahu i lartësuar zbriti ajetin e Kuranit, ku thot Zoti i gjithësisë: "Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Ai i cili është i sëmur ose ka plag në kokë dhe s'ka mundësi pra të qethet, atëherë ky ose të agjeroj, ose të ushqej të varfër, ose të bëj kurban. Vlla i nderuar, motër e nderuar, feja e Zotit është e lehtë. Prandaj, nëse has vështirësi, pyet, sepse feja e Zotit është e lehtë.